Për vitin 2025, procesi dezinsektimit ka esur sipas parashikimeve, duke fillu që në muajin prill me trajtimin e parë dhe ka vijuar deri tani me 4 trajtime që do pasojnë me javën tjetër me trajtimin e rrallës. Procesi dezinsektimit parashikon trajtimin e rreth 100 hektarëve për vitin 2025. Në këto sipërfaqe që do të trajtohen janë kanalet, pellgjet, lagunat, paqet kombëtare, bodrumet dhe pusetat, të cilët trajtohen në kryt 2 javësh. Pra, një proces trajtimi zgjat, rikthehet çdo 2 javë. Në zonën e Velipojës, që është edhe zonë turistike, ne kemi trajtuar gjatë muajit prill edhe maj, lagunën e Vilunit dhe disa nga pellgjet e krijuara në Grand Hotel Europa Resort, që janë disa nga hotspotet ose pikat që na i trajtojmë në vazhdimsi. Gjithashtu në Shkodër, pikat kryesore janë kanalet të cilat gjenden tek prokuroria, tek rruga Ethem Kazazi, në bypassin e Shkodrës dhe në pedonalin në shëtitoren e Bunës. Këto janë hotspotet që ne i trajtojmë gjatë gjithë vitit, sepse ka prezencë të ujit. Sepse duhet të sqaru që ky proces i dezinsektimit zhvillohet jo ndaj mushkonjave, por ndaj larvëve të mushkonjave. Dhe është një proces që kryhet nëpërmjet larvicidëve, të cilët ruajnë edhe florën edhe mikrogjallësat e tjera, duke mos i dëmtuar, dhe vepojnë vetëm ndaj larvëve të mushkonjave. Eric, me pyet diçka specifike për mene Velipojën. Në Velipojë keni bëm duke 3 ose 4 dezinsektime, megjithatë, atje dohen shprehin shqetësime. Sa është e vështirë Velipoja për sa i përket mushkojës? Velipoja paraqet një vështirësi, mund të them, sepse zonat të cilat po janë për të trajtuar, nuk kemi mundësi apo akses për të trajtuar, sepse janë zonat që rezervati i madh i Velipojës tek Derdhja, por në bashkëpunim edhe me operatorin ekonomik që po bën trajtimin, do mundohemi që faktin ndoshta këtë vit ose vitin tjetër me fut në përdorim edhe dronat për vendet cilat nuk mund të aksesojmë me ecje në kënd. Domethënë sepse për momentin bëhen me makina ose në kënd. Pra, nuk është problem që duhet më bësh shpesh ose ngadalë. Çështja është e biçestisë territoriale. Specifikimet teknike janë që trajtimi bëhet kry 14 ditë. Është edhe procesi i rritjes larvëve. Pra kaq zgjat një qëndrimi i larvëve në ujë që ne trajtojmë zgjat 7 deri në 14 ditë. Dhe prandaj edhe bëhet edhe hedhja e solucioneve, granulave, kry 14 ditë, kry 2 javë. Javën tjetër që thatë do të ketë një tjetër fazë, ku do të jetë përqendruar? Java tjetër do vazhdoj në ato pika hotspotet cilat janë trajtuar edhe më parë, edhe në Shkodër, edhe në Velipojë, te Grand Hotel Europa Resort, edhe tek pellgje ose kneta që mund të krijohen domethënë herë mas here. Po diçka tjetër që ka nevojë për sqarim. Ju keni dezinsektimin, po dezinfektimin kush e ka? Dezinfektimi është një proces i cili nga ligji i shëndetit publik i vitit 1992 i ka kaluar si më thanë në varësi pushtetit lokal në gjithë Shqipërinë. Shërbimi jonë i epidemiologjisë nuk e kryen si shërbim, vetëm në rastet e veçanta ku kemi si më thanë një prezencë të një smundje infektive, atëherë ne ndërhyjmë, kurse dezinfektim në përgjithësi i ka kaluar domethënë pushtetit lokal. Dhe për sa i përket me që përmendëm edhe pushtetin lokal, kemi pas bashkëpunim edhe me Bashkinë Shkodër në gjetjen e hotspoteve, të zonave hotspot, dhe kemi pas bashkëpunim të mirë që në fillim të procesit të vitit e kaluar, sepse kjo është një procedurë prokurimit marrëveshje kuadër që zgjat 2 vjet. Është kryer si procedurë prokurimi që në 2024, dhe ne që në 2024 kemi pas nga bashkia kërkesë për të trajtuar disa zona hotspot që ato i kanë patë arsyeshme dhe ne i kemi vlerësuar si më thonë në vazhdimsi dhe i kemi trajtuar.